Se bone hektar I tre me të gjithë. Edhe këtë gjo ma theja. Se ka që I tremshëm tu... Ka një javë njerëzit tu pyet, ore që janë këto mikroplastika. Sot jemi te pjesa 4, I kemi po dritat e kuqe, do flasim për argument shumë hot. Nemi teknikë ma. Jo, I bëm Shumë e bukur një skenë, me dham, vitet 80 si jemi origjinali inteligjencën artificiale ishte Terminatori. Kurse sot inteligjenca artificiale është hotme. Për inteligjencë artificiale do flasim apo? Do flasim për blockchain, do flasim për kripto, do flasim për Web 3, do flasim për infrastrukturë decentralizuar, do flasim për hardware, edhe për software. Hector Malo, ekspert, automatizime, AI, ka bëj super punë gjithë të vite në Shqipëri dhe ka punu dhe në Amerikë. Neritan Milashi, na ka ardhur para shumë vitesh nga Italia, ka punu këtu në Shqipëri për sisteme shumë kritike, programues. Që nuk I themi emra. I vjetër / I ri. Në shpirt I ri. Në shpirt I ri, le ta themi. Junior. Isha I ditë e mbrapa. Junior. Erdi njëri nga mbrapa tha, "Çuni hapu I çik", tha se edhe unë gjithmonë kur më thoshin çuni fillim mërzitesh, tani bëhet qefi, do të thonë. Se kuptoj do xhaxhi, ikën trune. Fillo. Ti të kemi kryetar. Tani kjo puna blockchainit përgjithësi këtu në Shqipëri sa herë që flitet dhe shkojnë gjithmonë ajo puna te kriptot, po është më shumë se kaq. Domethënë neve kur flasim me klientë që kemi jashtë, është kryesore është kjo ideja e kontratave. Si të kemi kontrata të bazuara në teknologjinë blockchain, edhe është një që po merr goxha. Domethënë po I shohim shumë sektorë që deri dje nuk menohesh. Duhet përfshirë dhe bankat. Duhet përfshirë bankat, çdo lloj dokumenti I cili kërkon një lloj autentifikimi të qëndrueshëm ka. Edhe është goxha. Dhe më ka bërë përshtypje për shembull kjo puna e NFT-ve, domethënë ka filluar po futen disa sektorë që më përpara sta priste menja, domethënë që janë shumë utilitaristë, domethënë shumë përditshëm. E vërtet, shumë e vërtet. Po këtu në Shqipëri sa herë flitet për blockchain, flitet psa, kripto, ke bitcoin, është bëj çik kështu, më duket si ato fëmijë që më lidh me ato këto pullat mirë, ato që më dukshin turbot, me makina të ndryshme, pa unë kam unë jam I brezi tjetër, kam gjë fëmijë, lidhshim ato kutia të shkrepse. Kopasat. Po edhe burat të shkrepseve dhe kopasat, ka qenë tjetër kohë. Para ca ditësh shkonte babai kërkonte pallton, nuk gjente okay, dakord pasion, të them vetëm, dakord pasioni që thonë nuk kam këtë kripto kështu edhe duket do fitoj, do bëj lekë, apo mund të jetë edhe thjesht shumë për çështje, ku diun, tifozerie. Po nëse njerëzit duan me bë lekë, ti futen kësaj punës pullave apo ku diun ato që janë këto filatelis ose të merr me këto të lojtarëve të bizbollit, të futboll, se mash ka edhe figurina lojtarësh bizboll që janë $1 milion, nuk është se po që për lekë shumica ne identifikojmë me coin, me bitcoin, sepse blockchaini është një nga teknologjitë domosdoshme për bitcoin, sepse të lejon të tokenizosh një informacion, një dhënë, ta ruash, mos ta ndryshosh, mos jesh gjendje ta ndryshosh. Pra, mos ta kopjosh, paga, mos ta ndryshosh në kohë. Mos ta kopjosh. Si dhe tham, por stochastically blockchaini është I goxha I rëndësishëm dhe unë përmenda pak dhe në emision e kaluar që për circular economy. Si jemi të emision e kaluar. Për dhan. Jo, në broadcasting e kaluar. Me gjithë respektin për Reis Qishën. Shumë bukur. Dhe produkteve për t'i dhënë një pasaportë digjitale. Po, e vërtetë. Si thanë teknologjitë top blockchain të hashtagosh të japësh një koncept, një numër, një identifikus unik çdo produkti dhe një numër të pafund për atë që ne quajmë vizorë. Por është edhe ana tjetër, domethënë paga shumë
si introduction, domethënë, sepse njerëzit duhet të jenë edhe pak familiar, sidomos ato në computer science që kanë, dhe din bazat që kanë përmendur gjithmonë. Nga ka ardhur blockchaini, pse është bërë blockchaini, si është bërë, nga është bërë. Në dy gjëra bazohet blockchaini. Gjëja e parë është pjesa e enkriptimit. Pra një formulizimi matematikor që është shumë i vështirë për të shkoduar, jo i pamundur. Shumë i vështirë, pra kërkon shumë kohë. Këtë e kanë zgjidhur matematicianët që arriti stadi deri te kjo fazë. E dyta është generalizimi i kësaj lloj gjëje. Por për sa i përket circular economy, kjo ka bërë një fenomen. Fenomeni është i tillë që për të bërë gjithë to për llogaritje, gjithë to gjëra ka një konsumim të papar të energjisë. Dhe nuk është fare circular puna e blockchainit. Konsumon shumë energji. Do më imagjinoj që në disa shtete Kina e ndaloi, sepse ajo Three Dam Gorge që kanë ato atje, imagjinoj që Kina e ndaloi do me thënë pjesën e blockchainit, procesimive, sepse kërkonte aq shumë energji, sa që erdhën e shikuan, imagjinoj që ndërtuan hidrocentralin, gjithë atë hidrocentral të madhe, ndërtoi Kina për energjinë e vet konsumuese, ku vetëm ai hidrocentral, rrotullimi i tokës ka ndryshuar. Do bëjmë një tjetër më të madh. Okej, nuk po flasim në prodhimin e moneda kriptonë, po flasim në prodhim të identifikuesve. Tani, kemi dy pika këtu. Kemi dy pika këtu. Një sekond. Unë gjë e parë se është baza. Bazat njerëzit duhet i dinë që shumica e njerëzve nuk i din baza. Tani, flasim për prodhim monedash, që është konsumi i tjerë. Prodhimi për prodhim identifikues. Shive, unë ta thash, gjëja e parë është formulizimi matematikor. Do bim dakord që dhe s'bim dakord, të? Po, mi pra, dakord. Formulizimi matematikor. Në di që ma në këti. Po prapë, dhe me ty nuk bi dakord. Podcastin tjetër, me i shok tjetër. Bëmi 4. Ju keni dhe një mbi emër për në. Paka shumë. Ideja është formulizimi matematikor që është shumë i vështirë për të shkriptuar, dhe normalisht ka ardhur nga kjo pjesë, dhe te pjesa e këtyre monedhave, sidomos kriptomonedhave, ky lloj formulizimi matematikor ishte super i papar, domethënë që kur e nxorri ai Bitcoinin, sa ka moshi, ç'a ishte ajo, që kush e di ka punuar në NSA, në ato matematicienët, pse dim atë pjesë, mos bëjmë kështu conspiracy theory. Gjëra që si dim si the. Ideja është që ai ç'a bashkoi kriptologjinë dhe teorinë e John Adams, që ka bërë ato logjikën e ekonomisë, kapitalit, e Warren Buffett, por nuk përdoret double accounting, përdoret triple accounting. Është teoria e triple accounting, që çdo lloj gjë, çdo lloj veprimi ti e ruan në një kohë caktuar. E kripton atë, në varësi të kodeve të caktuar të kohës, më thash, dhe ti krijon një ledger të caktuar që është vetëm blloqe. Unë ledgerin e Bitcoinit e kam, edhe ti mund ta kesh, edhe X-i mund ta kesh, që mund ta shikosh, është online, është publike. Dhe kjo ka krijuar decentralizimin, pra në qoftë se unë nuk funksionoj për momentin, blockchaini ekziston edhe te kompjuteri jot, edhe te kompjuteri i adminit, dhe më thash, dhe kjo ka arritur që institucionet kryesore që lidheshin me pjesën e gjenerimit të lekut, ose më saktë monedhave, më kupton, bankat kryesore më thash, në fillim e patën shumë të vështirë për ta pranuar këtë lloj fenomeni. Pse? Sepse i ikte kontrolli nga duart, më kupton? Çdo gjë u decentralizua. Por kjo ka dhe efektin pozitiv, në cilën që ti duke decentralizuar gjërat, ti ke mundësi që ti jesh edhe më open, më transparent, më kupton?
me klientët ose me klientin, dhe gjithë kjo teknologji tani po përdoret nga shumë institucione, bankat kryesisht, por edhe për pjesën e paga shumë databazave, siç mund të quajmë neve, databaza në kuptimin central database, po tani është duke u decentralizuar. Dhe thonë që edhe webin ta decentralizojnë, që paga shumë në thonjza e web 3-shi, më kupton? Por Ore, më falni se që ka energjin. Dora më qef dhe ka bo Adam Smith, ja ku da katën. Adam Smith. Adam Smith ka qenë para 300-400 vjetë. Edhe ju kur ja kpus kot, edhe ju kur ja kpus kot më thoni se fliqemi para njerëz. Jo. Dhe i ta në më thua, e shkoj që nuk mban vetëm anën filaj. Në tafte unë e maj. Sot është bo më lehtë me teknologjinë e blockchainit që decentralizohet çdo gjë. Dikur ka pas dhe tentativa, unë më men kam qenë unë më men në vitet fund viteve 90, fillim 2000 është SETI, organizata që për kërkimin e që t'jetë copa të ndryshme të sinjaleve, patën prerje fondesh për hardware, dhe këto prodhon një software të cilin ty të lejoni të instalojë në kompjuter lokal dhe ato përdorin resurset e tuja për kalkulimin e gjithë. Sinjaleve që decentralizuar ishte një software e mbajmën edhe unë atë Boeing një figurë kështu Boeing ishte e paparë fare. Po edhe unë si rrjet shumë si përpulla. Jo, unë e instalova, e çuditshme se unë e instalova, e lash për një farë periudhe, vetëm mbas 1 ore, 2 ore erdha u futa mrapsh, kompjuteri im ishte duke me fen, me kështu, CPU-ja 100%. E ke parasysh? Unë doja t'japsha kontributin tim në kërkimin. Jo, ishte paparë. Si shoh rrjetat që krijojnë kompjutera, që është inteligjencë. Po që t'jep një cop ai ti ma kalkulo, ma të jep një cop ti ma kalkulo. Si puna e AI-t e GPU-t, më kupton? Jo, mund kjo gjëja e kësaj e kontratave blockchain që është e bukur se ti e ke gjithë këto gjëra të shpërndara dhe ashtu. Po institucionet tradicionale kanë, do të thënë, e keqja e të pasurit një regjistër është edhe një e mirë në fund ditës, sepse është vërtet që ato nuk janë transparente në atë mënyrën që do doshin shumë njerëz, pa më në fund ditës nëse diçka e keqe ndodh, ka një përgjegjës për atë regjistër. E ka mbajt se ka mbajt mirë. Normal. Rasti konkret, se nuk është se këto sisteme blockchain janë të papenetrueshme. Tani varet dhe garantësia, besoj që pra dhe të hynë pika 2. A ja vlen gjithmonë që neve t'i besojmë teknologjisë blockchain, dhe më thënë, unë e kuptoj që për sa gjëra të një rëndësie të veçantë mund të përdoren, po për sa gjëra tjera, sepse siç e the ti kërkon energji. Shiva, ajo është një teknologji se duket sikur si ajo pasportuja që hap çdo derë, domethënë duhet kuptohet një herë mirë ku duhet me përdor. Po pra, ajo është teknologji relativisht e re, se nuk është shumë e re, në fakt me thon drejtën se ka po thjesht që nga 2009 që u formua networku parë në atë kohë. Edhe përçësi i parë ka qenë Bitcoin, bleu njëri 10.000 Bitcoin i sollën një pica në shtëpi. Domethënë, nëse tani e konverton atë 10.000 Bitcoin me ti mund të blesh gjithë çejnet e picave në gjithë botën, i blen gjithë. Edhe e kupton? Domethënë, u rrit për arsye sepse edhe vetë kush e di ato nuk e prisnin që të rriste në atë lloj forme, po mënyra e formulizimit matematikor kërkonte shumë energji dhe në vetvete sa më shumë të ketë, aq më shumë energji duhet. Aq më shumë energji duhet dhe aq më shumë i rritet vlera asaj lloj gjëje, më kupton? Sepse Bitcoin e ka më duket deri në 20 milion Bitcoin të mund 21 milion duket një gjë e tillë që maksimumi që mund gjeneroj. Jo si çenet e tjera që mund gjeneroj. Problemi është që tani ti nuk e ndryshon dot dhe mënyrën e prodhimit, nuk është për shembull siç kemi monella, ti mund ta zhvlerësosh duke prodhuar shumë, ajo është ritëm që nuk do rrin dot më humanisht, ti shkosh prodhosh varet se si e konceptojmë neve, sepse në fund ditës neve të gjithë kemi rënë dakord, gjithë neve si njerëzim. Jo, ajo është aq i shpërndar tani sa ti nuk e ndryshon dot mënyrën. Prodhohet
kjo mënyrë e Është prodhimit si puna e prodhimit lekut, që gjithë shqiptarët janë dakord që një monedhë që printohet që ka të shënuar aty lek, jemi dakord që ky quhet lek edhe unë me ty ne mund bëjmë biznes sepse kemi këtë gjë të printuar. Në momentin e Nëse ky momentin që zotëria Banka e Shqipërisë nuk e printon këtë lek, rritet vlera. jo, nuk e printon fare. Neve si do merremi vesh pastaj. Jo, problemi është E kush do marrë përgjegjësi? Se aty do të kthehet për I Dorusi. kthehet për Dorusi, legu e ka të shënuar. Dorzusit, fare. Ajo Nga koncepti që unë desha të theksoj që du t'ju ngatroj juve është që në një moment saktum banka qendrore vendos prodhimin një kartmonedhe, vendos në çdo moment, kurse te blockchaini është ai në Bitcoin, për flasin në monedha, është e rrugë që është vendosur në fillim, nuk e ndryshon dot gjatë rrugës. Ja, është vendosur që në fillim, ajo avash u gradua sepse ajo që është gradu sot se ndryshon dot. Ja, me thënë të drejtën, Bitcoini donin ta mbyllnin si network. Kishte, domethënë, u sulën gjithë kush usul, s'ka rëndësi kush usul. Le të themi një politikë monetare, me që është rritë shumë vlera, unë du të rris prodhimin që të gjithë politikat monetare, do të gjithë bankat qendrore, kur u fillua si Bitcoini, si teori, filluan gjithë duke sulmuar. Pse? Sepse cënonte një pushtet që i kishin krijuar për 50 vjet që Bitcoin sot nuk ka. Ore, po me këtë quantum computer, quantum computer, mbyllën gjithë. Chelsea, për 10 vjet, sido që ti. Jo, sido që ti. Pikturat e Picasso. Një moment, tani sido. Njerëzit më pasur vetëm art e blejnë. Asgjë nuk është Chelsea. Flasim për makinat. Makinat kanë lind fund 1800-s. Transporti me kafsh ka vdek rreth viteve 60 me fjalë. Se thënë është dash gati 70 vjet. E marrë se thënë çdo gjë don kohën e vet, nuk besoj që të jetë normal që do kohën e vet. Po quantum computers flitet dhe nëse quantum do i kesh deri diku. Jo 2050, quantum computer ka ka aktualisht, po 10 vjet që ka lind me fjalë. Po, do doja 80 vjeçarin e vet. Do doj. Unë jam dakord aty. Nëse sot ajo si teknologji është e kontrolluar nga, ku diun, 3-4 qendra, 2050 ti mund të kesh edhe një kompani normale që mund ta ketë në dispozicion. Jo. Një kompani normale jo, po një kompani të rëndësishme po mirë. Tani ideja për sa i përket quantum systems janë disa, sepse akoma asnjë nuk, shumica asnjë nuk e kupton se si ndërvepron pjesa e quantumit. Dhe neve pretendojmë që po arrijmë që të realizojmë diçka me quantum. Po akoma nuk e dim se çfarë bëhet aty, se nuk e kemi haberin fare. Dhe unë mendoj që nuk kanë arritur ose do jetë pak a shumë e vështirë për të arritur në atë lloj faze, sepse ajo lloj pjesa e manipulimeve në quantum system do jetë shumë e vështirë, jo vetëm për të kuptuar nga neve, por edhe për të procesuar edhe për ta ashtu. Mund ta kem gabim. Problemi Zoti që ta bëj. Teori dhe modelet dhe gjërat ekzistojnë dhe makinat. Në moment që bëhet quantum system, nuk ka lidhje pastaj Bitcoin, ke Bitcoin, nuk ke Bitcoin, sepse në atë moment stopohet çdo lloj gjë që lidhet me pjesën e inkriptimit. Pra ti mund të inkriptosh edhe bankën tënde, bankën qendrore. E frikshme. E inkripton përveç Bitcoinit, se s'ka lidhje Bitcoini, po them diçka që realizohet gradualitetin e vet, nuk besoj që është një diçka që një moment u bë kjo dhe shkatroi gjithë. Jo, s'ka për të shkatruar ajo. Nuk është një shpikje e cila është. Jo, kur themi e frikshme aftësia komputacionale, Ideja është e thjeshtë, ti sot ke vetëm me 0 dhe me 1 punon kompjuteri sot, dhe ke mundësi vetëm ideja që na kanë prezantuar neve mortalve, që na kanë prezantuar, që na kanë thënë neve po merremi edhe me këtë lloj gjëje, me quantum system, vetëm kjo lloj ideje,
Më kupton? Jo vetëm që po merren. Të- Ka dhe gjëra tjera. Ka dhe gjëra tjera. Ka si mund zhvillosh quantum, si mund bësh ç'a funksionon. Ç'a funksionon, Ka dhe ç'a nuk makina funksionon. reale quantum. Ato- Që ato i shpresohet quaj- për të ardhmen për lloj një Ato diçka. mund t'jenë më, por për momentin kjo lloj teknologjie, mendoj unë, do është e publikuar tani, por mund edhe mos zhvillohet. Do me Ja, thënë, edhe mund të stopoj. mund edhe të stopoj atë. Gjithar mund ndodhi kjo. Më kupton? Edhe Nëse mund të flasim stopohet për- parasysh sepse varet se Flasim për Web 3-shin për shembull, që jemi këtu. Unë më menu nuk e di do po heci si as do heci. Web 3-shi do heci sepse Jo, filozofia e blockchainit është e papar. Sepse webi është i decentralizuar, Web 2-shi, edhe Web 1-shi në Ka dhe vetvete, lloje s'ka lidhje fuqia. fare. Unë kur një nga studimet e mia që kam bërë dhe diplomën dhe tezën time ka qenë në web semantik u quante në atë kohë. Po, web Komplet, semantic, Po diçka që nuk funksionoi, vdiq me Vdiq, po. sepse ishte shumë e mirë, sepse Po. ne e organizuam webin mbas adresave, mbas gjërave Po. sot me fjalë. Po. Sepse atëherë kur u kriju në vitet 60, U krijua me- koncept po, një adrese. po. Më vonë u mor web semantic donte të krijonte një koncept mbas koncepteve, si më Po, thënë. koncept, Si më thënë imitonte librarin, si më thënë që ndan librat, kategorizimi e gjitha. Web semantik. Okej, ka qenë një tentativë për ndërtimin e një forme tjetër webi, e cila bazohej mbi konceptet dhe ti krijoj një skem konceptesh mbi cilën ti krijoje relacionet midis tyre dhe gjithë informacioni nuk duhet të rrinte më në një adresë, po duhet të të bashkëngjiste brenda vetvetes, brenda. Dhe ti nuk kishe nevojë të shkruaje një adresë, një IP adresë, po. që sot flet për faqen e Hektorit, po Ajo- nesër Hektori nuk e pagunte dot dhe ti shkoje me vizitu faqen e Hektorit Se kur të je. dilte një faqe tjetër që nuk kishe interes me. Pa argumenti ngjelte. Jo, argumenti që po nuk heci Nuk eci. sepse nuk që më kategorizimi i kontenutit në web, robotët e Google-it shkun Po. aq përpara sa që pa nevojshme. Ti sot Flore, si ato, nuk Këta Crawlers. gjë mund të ndodhi edhe me quantum computer, sepse është si puna e Se ke di. parasysh si puna e zhvillimit të energjisë bërthamore që të gjithë në vitet 50-60 mendohej që edhe makinat e njerëzve do ishin me energji Po, bërthamore. ashtu. Po pastaj doli që Kishte rrezikun e vet. kishte rrezikun, domethënë dhe nga ana tjetër kishte këtë pjesën tjetër që nafta ishte me 500 Po, lekë. me 500 lekë. Kishte nevojë të Ja, benzina, çka? Jo, ajo që të them unë është që nuk pati një diçka tregu që ta çoj përpara. Po tregu pra tregu e çon. Ndoshta web 3-shin, nëse ka diçka financiare, diçka tregu që mund ta çoj përpara. Dhe mund Jo. të eci. Mund deri tani, domethënë është kjo gjë që duket deri për momentin sikur janë nuk jo se janë stopu, po sikur s'ka shumë. Jo, tani ideja është po është një është një konkurrencë tani që web 3-shin, sepse tani ka arrit teknologjia që ne jemi te web 2-shi, me website me kështu. Tani thonë dhe e kanë të inkorporuar blockchainin dhe thonë që web 3-shi do jetë më shumë virtual. Po. Pra, ti nuk ke më nevojë tani që të shkosh të futesh në faqe më thash, ke një metaverse që e lidhe dhe me blockchain ku çdo lloj gjëje ti e ke të më si punë jetë e dytë, e kupton Second Life, paga shumë. E kupton? Ka apo një jo? identifikues. Ka një identifikues. Shiko, Më kupton? Kjo ekziston sot, sepse ti e- indeksimi deri që fare e bën bige, po. faqeve Google, Po, për shumë me po, po. robotët e ti, është mënyra Po, me ai thjeshtë indekson funksionon, gjitha Është totalisht. Si do ndërveproj kjo me njeriu, se për shembull ku e diun, nëse unë jam mësuar që një shërbim saktuar që e merra nga webi më vjen më kollaj që ta kem në mënyrë conversation, pra me të folur. Me të folur me just Po mundet që normalisht gjithë që janë faqe webi për turizmin, mund mos të vazhdojnë të jenë faqet web, po unë them kuti unë du të shkoj me pushime në filan vend, ma gjen, edhe agenti për atë biletën mu duke njohur profilin tim, varësi të lirive që i kam thënë unë, sepse se po nëse do jetë gaming për shembull, ndoshta do më interesoj virtual reality sepse do duhet që të jetë një eksperiencë më immersive, më Po pra, immersive experience, po. Por që realisht unë e shoh web 3-shin në një fazë tani që më shumë se sa duke studiu web 3-shin, janë duke studiu përdoruesin për potencial dhe për t'i ofruar një produkt që pastaj t'i vi i përdorshëm. Do të thonë ta mendosh është si pjesa AI që diskutuam te podcasti i parë.
conversational UI, conversational AI apo chatet ishin një pikë hyrje shumë simpatike. Njerëzit e adoptuan direkt. Ndërkohë ti ke 20 vjet që e ke pakët gjë që të ekzistoj. Po ndërkohë gjetja e chatit ishte një moment sepse njerëzit kishte shumë vjet që chatoshin me njëri tjetrin, punoshin në chate të ndryshme tani, WhatsApp, Messenger, Viber, nuk i di çfarë emra. Po dhe kjo i erdhi komode. Kështu që ndofta ajo unë mendoj që kush ka financa sot po investon masivisht në Web3, në blockchain për të kriju aplikacione të ndryshme. Ndofta neve si përdorues nuk është se po e shohim shumë këtë gjë siç e pam gjatë kohës pandemisë, por mendoj që janë duke studiuar më shumë pikën e hyrjes. Ajo është më e rëndësishme. Ajo është më e rëndësishme shumë se çfarë. Megjithatë, për webchainin unë jam më optimist sepse sjellja njerëzore sot nuk shkruaj më adresa, nuk shkruaj më URL. Ne kërkojmë çdo gjë në Google sot. Çdo informacion që marrim. Nuk është më. Edhe kur doli Google-i në ato kohë, kur doli Google-i ishte si puna e ChatGPT-s. Po pra, ideja se Google ishte ChatGPT-ja për ne. Ajo ishte. Më përpara ishin te Yahoo-ja dhe te ku dëgjon se ç'ishte Yahoo si shohësh ajo. Shoh veten time, unë rrallë herë shkruaj URL në browser. Jo, unë shkruaj vazhdimisht kur bëj testimet me porta të ndryshme, në testim, po them për të marrë kontenut, për të marrë informacion. Për të marrë informacion. Po flasim për këtë si përdorues. Jo për të prodhuar. Tani neve jemi në përfundim podcastit 4. Që e kemi po edhe me do ma shanën time këtë rallë, do shanë shektorin dhe do më lavdërosh mua. Ja, se kam problem. Jepi notën. Jemi kështu. Skushamu notën na japi për që na ngjoj. Po ta mbyllë me i frazë këtë podcast 4. Da mbyllësh ti apo? Jo, nuk ti e ke ide ti mbyllë frazën. Ja, mbyll një frazë, më pa mbyllur. Jepi. Jo, më faleminderit që erdhe. Jo, ti rrosh faleminderit, do të fusim ton blockchain. Faleminderit. Vëllazë do thoj në një gjë. E bukur do ishte për shembull që me vërtet ekzistonte kjo mundësia me pas disa lloj mënyrash kategorizimit memorës vizuale, audio, edhe ti kishe të kriptuar. Pas që kanë qenë ato shishe që hudhshin njerëzit në det edhe i gjishin masi që vjetësh. Dhe ato kapsulat e kohës, edhe ti bësh edhe çdo njeri të kishte ato momentet e veta. Blockchaini e realizon. Po patjetër. Mos harroj që jemi gjithmonë në 0-1, jemi në sistem digital. 0-1 edhe do jetë, unë mendoj që do jetë për kohë të gjatë. Mirë, atë se dim neve sepse para 2000 vjetësh u dogjë edhe libreria e Aleksandris. Dhe vetëm 5% e librave që shpëtuan. Por pam neve se çka kishin bë ato. Edhe ato si që shifrojnë dot. Nuk e besoj. Dhe kjo për shembull gjithmonë e mendoj se me që po flasim, me që doshit i ta përfundoj. Thuaj fjalinë. Domethënë ne realisht gjithë këto teknologji që evoluojnë dhe mbi vendosen mbi njëra tjetrën, në mënyra se si neve magazinojmë informacionin. Në vërtet mund ta çojë përpara një periudhe të errët, siç ka qenë me Sita. Po është me një mirë. Për shembull sot neve kemi shumë memorje tonat që i kemi në shirit magnetik. Ta them pse jo. Jo, ma thuj jo, po ne kemi shirit magnetik, vit se brezi jon ka akoma videokaseta. Ku kemi pas ditëlindjen, martesën këto. Hece gjie sa ti shka ti me... I ke dhe CD për shumë. Hajde boje do CD sa s'ke CD edhe në shirit magnetik. Ti i ke tani i kam vënë edhe në DNA. Dhe kjo fakti... Në DNA i kam vënë gjithë informacion. Dhe imagjino që neve, si që thejti, jemi akoma 0-1, po kur të kalojnë shumë nga këto gjëra që kemi neve sot të magazinuar, do jenë paka shumë si ajo memoria vokale që kam pa, për shumë më përpara shumë gjëra transmetoheshin verbalisht, edhe dhe bashkë. Nuk e di si do na marrin mend. Mos harroj që para është si puna gojdhënave me një libër. Pas 300 vjetësh, llogarit këtë që ne kemi sot është si një gojdhën. Kurse ajo që do vi si një transformim. E dyta është se desha ndërpres. E dyta është problemi i periudhave të tërë të shkatrimeve. Është një koncept shpërndarjes dijes. Ajo që ndodhi për me në bibliotekën, dija ishte në duar shumë vogla. Sa më shumë njerëz dija ti dhe shpërndar, aq më pak mundësi ka ndodhi kjo gjë.
me rritjen e dijes, me rritjen e gjës, njerëzit tentojnë gjithmonë bëjnë më të mirën se sa të shkojnë më të keq. Jo gjithmonë. Okej. Kështu gjykoj unë. Se është pyetje shive, të jesh inteligjent ka dhe rrezikshmërinë e vet. Mos harroj që unë ka rrezikshmëri ka. Shive, edhe herë. Jesh shumë më tepër se gjërat më të këqija që ndodhin kësaj bote janë bërë nga njerëzit më inteligjent dhe të paditur. Të bëj pyetje më inteligjente, dhe të paditur. Inteligjenca me dijen krijon. Batme çfarë the podcastin e parë kur përmend Turing? Po. Që the për kompjuterin dhe për ndërgjegjen. Pra, edhe rikthehemi të njëjtës gjë, që mund të dim gjërat e botës, po domethënë duhet të ushqejmë jo vetëm mendje të ditura, po edhe mendje të siç quhet ndryshe mendje të ndritura. Të ndritura dhe të ndërgjegjshme. Shumë faleminderit. Jeni të mrekullueshëm, ha? Kemi për të bërë 5 edhe 6 edhe plus infinit. Allah, mos e çon deri në infinit, mos na përfshit e infinit. Plus infinit bëjnë ju dy infinit. Bëjnë infinit. Që e leme kaq. Hajde, çao.